Vion mallkimi në kadastrën e Vlorës. Genc Deromemaj, i cili u emërua me shumë bujë për shkak se braktisi strukturat e PD-s, mësohet se është larguar nga kjo detyrë vetëm 4 muaj nga emërimi. Deromemaj ka zgjedhur të dorëzojë dorëheqjen, por pa patur më shumë detaje për arsyet. Ai ka mbajtur postin e kreut të PD-s në qarkun e Vlorës, ndërsa ka qenë pjesë e PD-s që prej vitit 2002. Në vitin 2015 kandidoi për Bashkinë e Vlorës si kandidat i PD-s përballë kandidatit socialist Dritan Leli. Genc Deromemaj, që nga viti 2015-2018 ka qenë antar i kryesisë së Partisë Demokratike, më pas nga viti 2018-2022 drejtoi degën e PD-s në Vlorë, ndërsa pas vitit 2022 qëndroi si antar i Partisë Demokratike në Vlorë. Më 24 qershor të vitit 2025 ai u emërua drejtori i kadastrës Vlorë, post që e mbajti afro 4 muaj. Largimi i tij duket se është vijim i mallkimit që ka kapur kadastrën e Vlorës. Deromemaj zëvendësoi në këtë post Erion Galanxhin, i cili dha dorëheqjen pas vetëm 3 muajve në detyrë. Para tij këtë post e mbajtën Ergjys Skënderi dhe Ina Luci. Vetëm në vitin 2020 u ndërruan 6 drejtor në këtë institucion. Më herët u dorëhoq Viola Hima, e cila qëndroi vetëm 4 ditë në detyrë. Ashtu Bilbil Alia i ka zëvendësuar Tauland Canametin, drejtuesin e komanduar që qëndroi në krye të kadastrës së Vlorës për rreth 4 muaj pas dorëheqjes së bordit drejtues. Para këtij fundi drejtues ishin Elona Hodaj, Aleta Nazeraj dhe Florian Almavi.